Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Fjalët e mira kanë fuqinë për të bërë ndryshime të mëdha. Nëpërmjet tyre shprehen idetë e mendimet, e bartën dijet dhe informacionet nga njëri brez tek tjetri. Fjalët posedojnë aftësinë e nxitjes dhe motivimit, udhëzimit dhe orientimit, hares dhe gëzimit, ngushëllimit dhe solidarizimit. Jo rrallëherë ne gjejmë njerëz që për shkak të një fjale të vetme të mirë ka shpëtuar, për shkak të një fjale të vetme të mirë i është ndryshuar jeta për të mirë. Në biografi të njerëzve të mëdhenj, ne gjejmë që përveç tjerash, ata nënvizojnë fjalët e mira, të cilat i kanë dëgjuar prej dikujt dhe që kanë lënë gjurmë të pashlyera në jetën dhe veprimtarinë e tyre. Por jo të gjitha fjalët e mira e kanë këtë fuqi. Disa janë të zhveshura nga ndikimi dhe besueshmëria. Sado që të thuren bukur e të qëndisen mjeshtrisht, ato nuk depërtojnë zemra. Ky problem nuk ka të bëj thjesht me kohën, sa ka të bëj me parimet. Pra që një fjalë e mirë të depërtoj në zemra, duhet që t'i përmbahet disa parimeve. Dietari i madh Abdullah bin Mubareku citon të jetë pyetur Hamdun Kassari se përse fjalët e brezave të parë ishin më të dobishme se sa fjalët tona. Përgjigjen që Hamduni kishte dhënë, në fakt ajo përshkruan kriteret dhe parimet, principet e një fjale të mirë e cila mund të ndikojë. Kishte thënë kësaj, për arsye se të parët kanë folur për kënaqësinë e Zotit, kanë folur për shpëtimin e shpirtrave, kanë folur për krenarinë e Islamit. Ndërsa ne sot flasim për krenarinë tonë, flasim për aspektet materiale dhe synojmë kënaqësinë e njerëzve. Pra, këtu qëndron dallimi. Dallim në synime. Në fakt, këto kritere kanë ndikuar jo thjesht që një fjalë e mirë të fuqizohet në kuptimin e rolit dhe ndikimit, por edhe në aspektin letrar. Ibn Rajab Hanbaliu përmend se fjalët e brezave të parë dallojnë për shkurtimsinë në kuptimin e fjalisë dhe kuptimsinë në kuptimin e domethënieve dhe mësimeve të shumta që nxirren prej tyre. Të nderuar teleshikues, në këtë takim tonin të ri që me lejen e Zotit po fillon sot së rrugtuari, kemi përzgjedhur fjalë, këshilla e porosi nga dietar dhe asket, duke filluar nga brezat e parë, e duke vazhduar për gjatë gjithë shekujve të artë Islamit. Fjalë këto që kanë lënë gjurmë të pashlyera në historinë e njerëzimit. Ato dallojnë për fuqinë e tyre këshilluese. Për shpirtin janë sikur uji për trupin. Prandaj edhe i kemi titulluar oazë e urtësive. Në rrëmujen dhe trysnin e problemeve të shumta të jetës, ato vinë si një strehimore për shpirtin, si një vend ku njeriu gjen prehje dhe qetësi, vullnet dhe motivim, këshilla dhe udhëzim. Këshillat që ne do t'ua prezantojmë janë të veçanta. Secila prej tyre përmban nga 5 pjesë që në tërësi shërbejnë për një qëllim të caktuar, synojnë një gjë të përbashkët.
kemi përzgjedhur që këtë seri të hapim me fjalët e njërit prej shokëve më të dalluar të profetit ton, Muhamedit alayhis salatu wassalam, pra me fjalët e Aliut, Allahu qoft i kënaqur me të. Siç rrëfen Ikrime, Aliu, Allahu qoft i kënaqur me të, i kishte thënë personalisht kësaj: po ua them disa fjalë që edhe po të shaloni devet, do t'i lodhnit, do t'i maltretonit, mirë po nuk do të gjenit të ngjashme me to. Pra, këto fjalë të cilat unë po apërcjell ju, janë të atilla që edhe nëse merrni rrugë dhe udhtoni gjatë, nuk do të mund t'i gjeni askund. Prandaj kushtojini vëmendje dhe dëgjoni se çfarë po ju them. E para, robi të mos shpresoj në askën tjetër përveç se në Zotin e vet. E dyta, të mos ketë frikë asgjë përveç mëkatit të vet. E treta, atë që nuk e di, let mos e vi turp që ta mësoj. E katërta, kur të pyetet për diç, ndërsa nuk e di, let mos e vi turp që thot Allahu e di. Dhe e pesta, dijeni se pozita e durimit në raport me besimin është sikur pozita e kokës në raport me trupin. Nëse koka humbet, humbet edhe trupi. Nëse durimi humbet, atëherë humbet edhe besimi. Pra, kjo është këshilla që Aliu, Allahu qoftë i kënaqur me të, i dha Ikrimes, e nëpërmjet tij të gjithë neve që e ndjekim rrugën e të dërguarit të Allahut dhe rrugën e shokëve të tij. Para se të fillojmë me shpjegimin e kësaj urtësie të veçantë, do doja të nderuar të rishikues që të bëjmë një përmbledhje biografike rreth jetës Aliut radhiyallahu anhu. Kush ishte ai, cila ishte pozita e tij dhe cila ishte dituria e tij. Aliu është i biri i Ebu Talibit, xhaxhait të pejgamberit ton, ka lindur në Mekë. E ka pranuar Islamin qysh herët, madje është njëri prej 3 vetave të parë që e kanë pranuar Islamin. Ka migruar në Medinë vetëm 3 ditë pasi që ka migruar Muhamedi alayhis salatu wassalam. Në Medinë është martuar me vajzën e tij, me Fatimen, në vitin e 2 të hijretit. Ka marrë pjesë në gjitha betejat me profetin ton, me përjashtim në betejën e Tebukut, në të cilën ai ishte emëruar si zëvendësi i profetit në Medinë. Aliu ka qenë i dalluar për trimrin dhe guximin, po kështu edhe për virtytet. Për besimin që kishte në të, profeti e kishte angazhuar si shkrues i shpalljes, i revelatës. Në vitin 35 sipas hijretit, Aliu merr detyrën e halifes së muslimanëve, detyrë të që e mban për plot 5 vite e 3 muaj. Periudha e sundimit të tij dallon për zhvillim qytetërues, e veçmas në kryeqendrën islame të asaj kohe në Kufa. Aliu është dalluar për urtësinë, elokuencën, poezit, urtësit. Në kohën e vet konsiderohej si njeriu absolutisht më i ditur. Për të dhe vlerat e tij është shkruar, është folur dhe janë transmetuar gjëra të shumta, aq sa Imam Ahmedi ka thënë se nuk njeh dikë përveç tij që t'jem përmendur tiparët ose t'jetë folur më shumë për vlerat e tij se sa Aliu radhiyallahu anhu. Pejgamberi Muhamedi alayhis salatu wassalam në kuptim të afërsisë e konsideronte sikur afërsinë e Harunit me Musajin alayhimas salam. Konsideronte se dashuria për Aliun ishte e veçantë.
Ishte e atill që në të vërtetë reflektante dashurinë për Muhamedit alayhis salatu wassalam dhe jo vetëm. Në hadith të sakt, profeti Muhammed ka thënë kësaj: kush e do Aliun më ka dashur mua, e kush më do mua e ka dashur Allahun. Ndërsa ai që e urren Aliun, ai më ka urryer mua, e kush më urren mua, ai e ka urryer Allahun. Se Aliun e donte Allahu dhe i dërguari i tij, kemi tekstin, citatin profetik, në cilin vet Muhamedi alayhis salatu wassalam e dëshmon një gjë të tillë. Në betejën e Khajberit, Muhamedi alayhis salatu wassalam kishte thënë se të nesërmen dikujt do t'i jepej flamuri, dhe ai që do ta merrte flamurin është një njeri që e do Allahun dhe dërguarin e tij, dhe e duan Allahu dhe i dërguari i tij. Ishte pikërisht ky Aliu, Allahu qoftë i kënaqur me të. Aliu dallonte edhe për dijen e madhe. Ka transmetuar më shumë se 500 hadithe, disa prej cilave i kanë shënuar Buhariu dhe Muslimi. Me citat profetik, ai ka qenë njeriu që më së miri e ka njohur gjykimin. Madje për shkak të kësaj aftësie dhe dhuntie që i kishte dhënë Allahu i madhruar, ai merrej shembull në çështjet e gjykimit. Për ato rastet, kontestet, lëndët që ishte shumë vështirë të zgjidheshin, thuaj se kjo është një lëndë që nuk e ka Aliun. Pra këtë lëndë, këtë kontest, vetëm Aliu radiallahu anhu mund të zgjidhte. Aliu radiallahu anhu në namazin e sabahut ishte therrur nga Abdurrahman bin Muljemi dhe ashtu i tëri në gjak ishte bartur në shtëpinë e tij, ku kishte kërkuar që t'i vinin të bejt. Dëshironte që t'u alinte porosin e fundit. Ju kishte thënë kësaj: keni frikë Allahun dhe mos guxoni të vdisni ndryshe, vetëm se si musliman. Keni frikë Allahun dhe kujdesuni për Kur'anin, dhe po patët mundësi, mos lejoni askënd që t'ju te i kaloj në rrugën e Allahut xhelle u ala. Keni frikë Allahun dhe kujdesuni për të varfrit dhe skamnorët, dhe bëjini ata pjesë të jetës dhe pasurisë suaj. Mos keni frikë askënd përveç Allahut dhe urdhëroni për të mirë dhe ndaloni nga keqja. Pas kësaj porosie, ai kishte filluar që ta shqiptonte shahadetin, të thoshte la ilaha illallah, derisa edhe kishte vdekur. Kjo ishte një përmbledhje rreth jetës Aliut radiallahu anhum dhe tipareve të tij. Tani, me lejen e Allahut të madhruar, ne do të vazhdojmë që të shpjegojmë këshillat që Aliu radiallahu anhum ja ka dhënë Ikrimës. Këshilla e parë, siç pam, ka të bëjë me shpresën. Robi le të mos shpresoj në askën tjetër përveç se në Zotin e vet. Kjo këshill është e një rëndësie të veçantë për shkak të përmbajtjes së saj doktrinare. Ibn Taymije rahimahullah ishte pyetur se cila ishte domethënia e kësaj këshille. Ai kishte thënë se këto fjalë të Aliut radiallahu anhu janë fjalët më të bukura, më elokuente dhe më të plota. Ato flasin për shpresën që njeriu ka për ta përvetësuar një të mirë dhe frikën nga një e keqe që mund të rrezikohet prej saj. Ai kishte thënë se robin e keqja e godet për shkak të mëkateve. Pra, ne shpresojmë në Allahun e madhruar për shkak se për përvetësimin e të mirave
duhet që ta lutim Allahun xhallahu ala. Sigur që për largimin e të këqijave duhet ta lutim atë. Pra, ne shpresojmë në Allahun për shkak se çdo gjë që na duhet në jetën tonë, qoftë një e mirë për ta marrë, qoftë një e keqe për ta larguar, na duhet Allahu i madhëruar. Dhe na duhet për faktin se askush tjetër posti nuk ka mundësi që ta bëj një gjë të tillë. Allahu ka thënë: "Wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hum wa yuridka bi khairin fala radda li fadli." Nëse Allahu të provon me ndonjë të keqe, askush përveç tij nuk mund ta largojë atë. E nëse Allahu dëshiron që të dhurojë një të mirë, askush nuk mund të ndalë atë. Pra, e keqja largohet vetëm nga ana Allahu xhallahu ala. Dhe të mirën që Allah është shkruan për ty, askush nuk mund ta ndaloj atë. Shpresa ka disa arsye se përse ka këtë pozitë. Pra, ekzistojnë arsye të shumta, të cilat shpresën e veçojnë si, do thosha, këshill me prioritet të veçantë. E para për faktin se këtu nuk bëhet fjalë për shpresë të rreme. Pra, ne nuk guxojmë që shpresën ta tkurrim, ta reduktojmë në gjëra që janë të pavërteta. Shpresa nuk prodhon pasivitet. Përkundrazi, shpresa duke synuar që Allahu të na dhurojë diçka dhe Allahu të na largojë diçka të keqe, nuk kupton që ne të lëvizim, ta bëjmë atë që Allahu e do, në mënyrë që ta fitojmë kënaqësinë e tij dhe rrjedhimisht edhe të përvetsojmë ato të mira që synojmë dhe të mbrohemi nga ato të këqija që i kemi frikë. Shpresa nënkupton mbështetjen e vërtet në Allahun xhallahu ala. Ne kemi trajtuar edhe më parë çështje që kanë të bëjnë me shpresën, me mbështetjen, dhe kemi përmendur se nga prizmi islam ose nga prizmi i Ehlus Sunnetit dhe Xhamatit, këto çështje që kanë të bëjnë drejt për drejt me kredon, me besimin, me akiden tonë, janë konceptet që prodhojnë efekte të dukshme tek besimtari. Pra, besimtari nuk është pasiv, nuk mbështetet tek Allahu xhallahu ala me mbështetje të rrajshme, përkundrazi, ai duke besuar në Allahun xhallahu ala, ai mbështetet sepse shpreson që Allahu do t'i bëjë zgjidhje. Prandaj ne gjejmë në Kur'an Allahun te bareke ve taala duke ndërlidhur besimin me mbështetjen në të. Wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Nëse jeni besimtar të sinqert, mbështetuni në Allahun. Pra, vetëm ai që e ka besimin e duhur, ai që e ka besimin thellë në zemrën e tij, ai mbështetet sinqerisht në Allahun e madhëruar. Për arsye se, nderuar vëllezër, ekziston një ndërlidhje ndërmjet këtyre tipareve të besimit, këtyre veprave të zemrës që ndryshe i quajmë në gjuhën fetare. Dhe secila ndonjëherë është rezultat i ndonjëres ose është tregues për të. Shpresa e mirë është tregues për një çështje të jetë me rëndësi në besim, për mendimin e mirë në Allahun te bareke ve taala. E dini që profeti ynë Muhamedi alayhi salatu wassalam 3 ditë para se të vdeste, kishte porositur që ne të mos vdesim ndryshe vetëm se duke pas mendim të mirë për Allahun xhallahu ala. Dhe shpresa që ne e kemi në Allahun e reflekton këtë mendimin ton të mirë për të, sepse po të mos mendonim se Allahu na bën zgjidhje, se Allahu na i largon të këqijat, nuk do të kishim shpresë në të. Prandaj shpresa e shtyn besimtarin drejt adhurimeve. Nuk është shpresë e rreme siç tham.
është shpresë e cila na shtyn, na bën të lëvizim drejt adhurimeve. Ne e arrim knatësinë e Allahut duke çuar në vend fjalën e Tij. Kur ne e adhurojmë Allahun, kur ne e çojmë në vend fjalën e Tij, atëherë ne shpresojmë në të. Shpresa na shtyn që ne të durojmë ndaj sprovave, për shkak se, siç e dini, sprovat kanë një qëllim tek besimtari. Kanë qëllimin e pastrimit nga mëkatet. Prandaj sa herë që ndodh një e keqe besimtarit, ai ka këtë mendimin e mirë për Zotin, se nëpërmjet të kësaj sprove po pastrohet dhe shpreson Allahun se me lejen e Tij Allahu do ta shpërblej për këtë sprovë. Porosia e dytë e Aliut, Allahu qoftë i kënaqur me të, është që ne të kemi frikë mëkatin që e bëjmë. Pra, ne si besimtar duhet të dimë se çfarëdo e keqe që na ndodh. Në radhë të parë fajtor për të jemi ne. Allahu ka thënë: "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Ajo e keqja që juve ju ndodh, çfarë do qoftë ajo, dijeni se është shkak i veprave tuaja. Pra, fajtorin e parë ne e kërkojmë tek vetja jonë. Ne nuk kërkojmë për fajtor kujdestar. Ne momentin që na godet ndonjë e keqe, kthehemi dhe merremi me veten tonë, duke shikuar se ku kemi gabuar në raport me Allahun, ku kemi çaluar në raport me adhurimet, ku kemi shkelur ndonjë të drejtë të dikujt, ose ku kemi bërë ndonjë gjë të gabuar që nuk është dashur ta bëjmë. Omer ibn Abdulazizi e ka përmbledhur me pak fjalë këtë dhe ka thënë: nuk ka mëkat, nuk ka, fatkeqësi që ka ndodhur e që mëkati nuk është shkak për të. Sikur që nuk ndodh të largohet një fatkeqësi e që pendimi nuk është shkak për të. Pra, nëse neve na ndodh një e keqe, na ndodh për shkak të mëkatit. Dhe ajo e keqe ka vetëm një rrugë, një mënyrë se si largohet. Është rruga e pendimit. Në Kur'an dhe në hadithe na janë dhënë mësime të shumta sa i përket kësaj çështje. Pra, sa i përket mëkateve dhe pasojave të tyre. Por ajo që do doja përmend në mënyrë të përmbledhur të nderuar të rishikues, është se ky koncepti ynë për mëkatet dhe pasojat e tyre është koncept shumë produktiv. Për shkak se nga bindja se ajo që na ka ndodhur është për shkak të asaj që ne kemi punuar, atëherë ne lëvizim dhe çfarë bëjmë? Largohemi nga mëkatet. Kur ne largohemi nga mëkatet, nuk është se pastaj vazhdojmë pasiv, përkundrazi, ne pendohemi, ne e ndreqim të kaluarën, ose me fjalë të dashurit ton, profetit Muhammed, që ja kishte thënë shokut e tij, Ukbe ibn Amir, ne çajmë për të kaluarën. Ne çajmë për mëkatin që e kemi bërë. Ne ndiejmë keqardhje për mëkatin që kemi bërë, prandaj edhe i kthehemi Allahut të madhruar. Rëndësia e shpresës dhe frikës është jashtëzakonisht e madhe. Siç tham, janë vepra të zemrës dhe dallojnë absolutisht prej veprave që kanë bëjnë me trupin. Për ta kuptuar rëndësinë e tyre dhe fuqinë që kanë në zgjidhjen e problemeve tona, në zgjidhjen e problemeve që kanë me këtë botë dhe botën tjetër, do doja t'ju përmend një rast nga koha e dashurit ton, Muhamedit alayhi salatu wassalam, i cili kishte vizituar një djalosh të ri, që ishte në prag të vdekjes. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i kishte thënë si po e ndjen veten. Ai kishte thënë: o i dërguari i Allahut, unë shpresoj në Allahun dhe
kam frikë nga mëkatet e mia. Pra gjendja ime në këto momente që unë po ndahem nga kjo botë është kjo. Unë shpresoj në Allahun, mirë po mëkatet që i kam bërë, kam frikë se cili do t'jetë epilogu i tyre. Muhamedi a.s. shfrytëzoi rastin dhe tha, nuk ndodh që këto dy gjëra, shpresa dhe frika, të bashkohen në një vend të këtill, në një moment të këtill, sikur tek ky djalësh, e që Allahu të mos ja jep robit atë që shpreson dhe të mos e mbroj nga ajo që ka frikë. Pra, kush ka shpresën e vërtet dhe kush ka frikën me bot kuptimin e vërtet, ai njeri me lejen e Allahut te bareke ve teala do të arrijë atë që shpreson dhe do të mbrohet nga ajo që ka frikë. Ne po bëjmë një pushim të shkurtër të nderuar teleshikues, por të kthyer sërish me këshillat e Aliut. Qëndroni me ne. Ja u kthyem sërish me lejen e Allahut për të vazhduar me shpjegimin e këtyre këshillave të bukura të sahabiut të nderuar, të dietarit të sahabeve, Aliut, Allahu qoft i kënaqur me të. Në pjesën e parë shpjeguam shpresën dhe frikën. Tani do të vazhdojmë me këshillën e tretë. Aliu, Allahu qoft i kënaqur, na porosit që të mos kemi turp për ta mësuar atë që nuk e dim. Të mos kemi turp për arsye të shumta. E para për shkak se askush nuk ka lindur i ditur. Pra nuk ka njeri që ka lindur me informacione në kokën e tij. Dituria mësohet përgjatë jetës tij. Dituria mësohet nëpërmjet të mësuarit. Ne që jemi njerëz të rëndomt e kemi këtë rrugë. Pra i fitojmë informacionet, e fitojmë dijen nëpërmjet leximit, nëpërmjet mësimit, nëpërmjet meditimit. Arsye pse nuk duhet që të na vijë turp për të mësuar është sepse të gabosh e të flasësh në fe pa e ditur është vërtet mëkat i madh. Prandaj Allahu në shumë vende në Kur'anin famad dhe i dërguari i tij në shumë hadithe kanë nxitur që të kërkohet dija, kanë nxitur që të kërkohet dija për shkak të vlerave që ka dija, si dije dhe dietarët kanë kërkuar prej nesh që t'i pyesim dietarët për gjërat që nuk i dimë. Allahu ka thënë: "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." Nëse nuk dini për ndonjë gjë, atëherë pyetni dietarët. Pra, kemi edhe instruksione, edhe udhëzime, edhe rekomandime se si fitohet dija. Të parët tanë janë dalluar për këtë aspekt. Pra, nuk kam pasur turp i cili i ka penguar nga përvetësimi i vlerave dhe dijes. Madje jo vetëm burrat, por edhe gratë. Aisha, nëna jon, Allah qoftë i kënaqur me të, i ka lëvduar gratë medinase për faktin se ato nuk kanë pasur turp që ta mësojnë fenë e tyre. Madje Sulejm, siç për cilët në hadithe, e ka pyetur një ditë të dërguarin e Allahut dhe i ka thënë: "O i dërguari i Allahut, Allahu nuk turprohet nga vërteta. Në qoftë se një grua sheh një ëndër erotike, a duhet që ajo të pastrohet?" Profeti sallallahu alaihi wasallam i dha përgjigjen se në qoftë se ka parë ndonjë gjë pasi që është zgjuar, atëherë ajo pastrohet. E rëndësishme është se Sulejm ka shfrytzuar rastin dhe për një çështje që e ka preokupuar si besimtare, e ka pyetur të dërguarin e Allahut për të na dhënë kështu shembullin se si të parët tanë, brezat e parë, burra dhe gra, nuk kanë ndjerë, nuk janë skuqur, nuk janë turpruar nga kërkimi i dijes. Omer ibn Abdulazizi, Allahu
e mshiroft na ka treguar se në fillimet e tij ai kishte pasur ndonjëherë si besimtar i dalluar turpi manifestohet. Mirë po me kalimin e kohës dhe këtë që e thot e ka thënë pasi që është rritur dhe është bërë burr i pjekur, ka thënë në të kaluarën më vjen te turp që pyesja për disa gjëra që nuk e dija, cilat fatkeqësisht si shkak i atij turpi ende vazhdoj që të mos i di. Pra, me fjalë tjera, unë jam viktim e turpit që kam pasur kur kam qenë i ri, dhe sot i vuaj ato pasoja për shkak të disa gjërave që më kanë ikur për t'i mësuar. Ju mos e keni këtë turp sepse ju privon nga dituria. Për këtë arsye tek parët ta nderuar vëllezër, turpi është konsideruar si mënyrë që e pakson diturinë. Të parët tanë kanë vlerësuar se ai që ka turp për ta kërkuar diturinë, ai ka dituri të mangët. Për faktin se dituria nuk arrihet ndryshe vetëm se nëpërmjet pyetjeve. Pra, ka çështje që ne nuk mund t'i mësojmë ndryshe vetëm se duke i pyetur dietarët. Prandaj jam përcjellur aq shumë thënie nga të parët që kanë bëjnë me këtë aspekt. Ibn Shihabi ka thënë se dituria në kuptimin e tërësisë i ngjan një depoje, një magazine, një vendin në cilin ruhen gjërat e çmuara. Dhe për të hyrë në këtë depo duhet që të kemi qelsa. Pikrisht pyetjet janë qelsat që hapin dyert e diturisë. Khalil bin Ahmedi, një gjuhëtar i njohur, ka thënë se dituria është e mbyllur me dry dhe nuk ka mundësi që të hapet ndryshe vetëm se me qeles. Pra, nëse ne pyesim, atëherë ne arrim tek dituria, sepse qelsi i diturisë është pyetja. Këshilla e radhës e Aliut, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka të bëjë me modestin. Në njërën anë ne nxitemi dhe motivohemi që të mos turprohemi për ta kërkuar diturin, të pyesim dietarët, të lexojmë, të marrim dije. Dhe në anën tjetër na ofrohet një këshillë e cila na formon në kuptimin profesional. A ka dikush që mund të pretendoj se di çdo gjë, se ka përtekuar tër dijen? Natyrisht se jo. Sado që t'jeti ditur, askush nuk mund ta pretendoj një gjë të tillë, sepse dituria është më e madhe se sa që dikush mund ta bëj këtë. Prandaj, në qoftë se ne pyetemi për gjëra që nuk i dim, atëherë çfarë duhet të themi? Duhet të themi Allahu e di. Pra, duhet t'ja atribuojmë Allahut dijen, sepse kjo në të vërtetë, siç do të shohim, flet për pjekurinë e një dietare, flet për fetarinë e avancuar të një dietare. Allahu na ka treguar në Kur'an që gjërave për të cilat ne nuk kemi dije, nuk bën që t'i qasemi. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Mos ju qas asaj për të cilën te nuk ke njohuri. Inna as-sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sepse njeriu është përgjegjës për atë që dëgjon, për atë që shikon dhe për zemrën e tij. Pra, përgjigjet që jep duhet ta dish se regjistrohen dhe se për to do të përgjigjesh para Allahut të madhëruar. Në doja që të nderuar teleshikues përmend një rast i cili na këndell nga ajo shkujdesja, nga ajo pakujdesia, nga ai turpi i gabuar që ndonjëherë
na bën edhe kur nuk dim të japim përgjigje të gabuara. Është përmendur në hadithet të sakta se një njeri i kishte dhënë dikujt një fetva, një përgjigje që në një natë dimrit të ftoftë të pastrohej me ujë, nuk kishte ujë të nxehtë, kishte vetëm ujë të ftoftë. Koha e ftoftë, uji i ftoftë, fetarisht është lejuar që në raste të tilla të përdoret dheu për pastrim, ndërsa ai duke mos e ditur këtë, i kishte dhënë përgjigje që duhet të pastrohej me ujë. Njeriu ishte pastruar me ujë dhe nga të ftoftit e madh kishte vdekur. Kur ky lajm i kishte shkuar pejgamberit alayhis salatu wassalam, ai kishte thënë qateluhu qatelahumullah. E vran Zoti e vraf. Pra një përgjigje e gabuar e kishte shkaktuar tërë të zemrim tek pejgamberi alayhis salatu wassalam. E kishte shkaktuar tërë të nervoz tek pejgamberi alayhis salatu wassalam, i cili i kishte thënë këto fjalë që tregojnë për ashpërsinë ndaj atyre që flasin në fe pa ditur. Prandaj ne në fe, nderuar vëllezër, për gjërat që nuk i dim, nuk lejohet që të flasim. Ky është urdhër i Allahut xhallahu ala. Ky është mësim që ne e marrim nga Kurani dhe Sunneti. Sahabiu i nderuar Abdullah ibn Mesudi ka thënë kësaj: kush pyetet për një gjë të caktuar, nëse ka dije, le të përgjigjet. Ndryshe le të hesht, sepse Allahu i ka thënë të dërguarit të vet Muhamedit alayhis salatu wassalam: Kul ma es'alukum alayhi min ajr wa ma ana min al-mutakallifin. Thuaj o Muhammed, unë nuk po kërkoj prej jush pagesë dhe as që jam prej atyre që trillojnë gjëra. Pra atë që e di e them, ndërsa nëse nuk di, unë nuk trilloj, nuk shpiku, nuk them gjëra të cilat nuk i dim. Dietarët e parë, e veçmas nga radhët e sahabeve, kanë konstatuar se përgjigja në çdo gjë, në çdo pyetje që të parashtrohet, në fakt nuk tregon pjekurinë dhe as dijen. Pra, nëse për çdo gjë që ty të drejtohet, ti ke një përgjigje, problemi është tek ti personalisht. Madje Abdullah ibn Abbasi dhe Abdullah ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me ta, kanë thënë se ai që ju jep fetva njerëzve në çdo pyetje që ja parashtrojnë, ai është i çmendur. Nga se guximi për dhënë fetva për çdo gjë nuk ka të bëjë as pak me dijen. Guximi në fakt për dhënë fetva për çdo gjë tregon për mungesën e dijes. Ka qenë, si them, parim dhe kriter tek të parët tanë që guximi të transmetohej ose të shihej ose të interpretohej si gabim i madh. Përmendet nga Ebu Husain Esediu, i cili ka thënë: dikush për jush sot jep përgjigje për një mesele, për një çështje, për një pyetje që i parashtrohej, për cilën sikur t'i parashtrohej Omerit, Allahu qoftë i kënaqur me të, ai do t'i bënte bashk bedrianët, ata që kanë marrë pjesë në betejën e Bedrit, sahabët më të mëdhenj, dhe do t'i konsultante. Pra, llogaritni Omeri me dijen e dëshmuar nga vetë profeti Muhammed alayhis salatu wassalam, me gjithë këtë për mesele, për çështje të këtilla, ai nuk ngurronte që të bënte bashk sahabët e ditur dhe ta debatonte, ta diskutonte atë me ta. Imam Maliku, Allahu e mëshiroft, ka thënë se shenjë dijes së dietarit
është që të thotë se nuk e di. Madje kjo flet për modestinë e madhe, flet për dijen e madhe, flet edhe për kushtimin e tyre që jo vetëm ta manifestojnë këtë, por edhe ta bartin si parim, si princip tek dietarët. Imam Malikun përmend Ibn Hurmuzin, dietarin e Medinës, i cili ka thënë kësaj: dietarët duhet t'u lënë trashëgimi ndjekësve të tyre principin nuk e di. Pra, si dietari vërtet, kur ti të dukosh brezat, të nxjerrësh gjenerata, duhet t'i mësosh përveç tjerash edhe për këtë principin se jo çdo përgjigje jo çdo pyetje ka edhe përgjigje. Ajo që ne, nderuar vëllezër, duhet ta kemi parasysh është se dietarët janë në mes Allahut dhe krijesave të tij. Jo në kuptimin e ndërmjetësimit, por në kuptimin e shpjegimit të librit të tij, të fjalëve të tij. Prandaj paramendoni çfarë pasojë është të tmerrshme. Do të kishte që një fjalë të Zotit ta interpretosh në shpërputhje me atë që Allahu ka thënë. Pra, të thuash diç për Allahun që ai nuk e ka thënë. Prandaj Rabi ibn Khuthejmi, një nxënës dhe ndjekës i Abdullah ibn Mesudit, Allah qoftë i kënaqur me të, ka thënë: keni kujdes se çfarë flisni, sepse nesër mund të dini para Allahut dhe Allahu t'ju thotë: pse ke gënjur? Ke thënë diçka që unë nuk e kam thënë. Përse ke gënjur? Pra, ta kemi parasysh këtë, nga se ndonjëherë nxituarit me përgjigje në të vërtet ka të bëjë më shumë me ignorancën se sa me dijen. Është interesante, të nderuar teleshikues, se brezat e parë, siç edhe përmendëm, nuk kanë mjaftuar vetëm me përgjigje. Pra, nuk kanë mjaftuar vetëm me demonstrimin e këtij koncepti ose këtij parimi. Mirë po, ata na kanë mësuar edhe gjëra tjera që janë teje të rëndësishme sa i përket pyetjeve dhe përgjigjeve. Në radhë të parë na kanë mësuar që për pyetje që prapa tyre nuk qëndron ndonjë interes fetar, mos japim përgjigje. Koha jonë, veprimtaria jonë është më e çmuar se sa të merremi me kuriozitete, me gjëra që nuk kanë ndonjë efekt në jetën shpirtërore, që nuk prodhojnë ndonjë efekt, që nuk e nxisën për një adhurim ose që nuk e largojnë nga një mëkat. E dyta, kanë kërkuar që pyetja t'ju parashtrohet disa herë, ta dëgjojnë mirë, ta kuptojnë mirë, në mënyrë që të japim përgjigje të saktë e cila synohet nga pyetja. E treta, janë konsultuar me dietarët, pra kanë marrë mendimin e tyre jo vetëm për një përgjigje, por edhe për atë nëse janë të kualifikuar për dhënë përgjigje ose jo. Dhe e katërta, në qoftë se kanë gabuar, nuk kanë përtuar që ta përmirësojnë gabimin. Përmendet tek Aliu, Allah qoftë i kënaqur me të, se një njeri një ditë e kishte pyetur për një çështje të caktuar. Për çka ai kishte dhënë një përgjigje. Njeriu kishte thënë: jo, kjo nuk është përgjigja e saktë, përgjigja e saktë është tjetër. Aliu, Allah qoftë i kënaqur, me modestinë më të madhe kishte thënë: i aqëllove, ndërsa unë gabova, dhe kishte lexuar ajetin kuranor: wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dhe mbi çdo të ditur ka një të ditur tjetër. Pra, nuk mund të pretendoj askush se i di të gjitha, nga se çdo herë do të gjesh dikë që është më i ditur se dikush tjetër. Këshilla e fundit që Aliu radiallahu anhu e dha ka të bëjë me durimin. Ai e përshkroi durimin si diçka teje të rëndësishme. E përshkroi si
në raport me besimin, si koka në raport me trupin. Nëse mungon koka, nëse njeriu t'i pritet koka, nuk ka jetë. Nëse durimi humb, atëherë në një farforme besimi mund të ngel vetëm si skelet, pra si diçka që nuk ka ndonjë ndikim, nuk ka ndonjë prani në jetën e besimtarit. Janë arsye të shumta pse është cilësuar durimi kësaj. Është thonë për shkak se Allahu i madhruar na ka treguar në Kur'an se arritja e pozitave të larta bëhet pikërisht nëpërmjet durimit. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ne i bëm ata prijes për shkak se ata ishin të durueshëm, pra ata u udhëzuan me fjalën tonë, me urdhrin tonë, për shkak se ata ishin të durueshëm. Ibn Kayimi dhe të tjerë kanë thënë se durimi e ka këtë pozitë në fe, nga se nuk ka kapitull të fesë, e madje edhe mesele në të cilat durimi nuk ka vend. Ju e dini që durimi është 3 llojesh. Durim në kuptimin e kryerjes së urdhrave të Zotit, durim në kuptimin e shmangjes nga ndalesat dhe durim në kuptimin e përballimit të caktimeve të Zotit. Pra e tërë jeta jon ka të bëjë me durimin. Prandaj durimi është prej veprave të rëndësishme, është prej atyre veprave që meritojnë që Allahu t'jetë me ne, siç ka thënë Allah në Kur'an, inna Allaha me as-sabrin, vërtet Allah është me ata që janë të durueshëm. Durimi është, siç ka thënë Muhamedi alayhi salatu wasalam, mirësia më e madhe që i është dhënë një njeriu. Nuk ka dhuratë më të mirë dhe më të madhe se sa durimi. Durimi, të nderuar teleshikues, flet për përgatitjen, pjekurin, formimin shpirtëror. Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thënë e çuditshme është puna e besimtarit. Çfarëdo që ndodh në jetën e tij është në të mirën e tij, dhe kjo i takon absolutisht vetëm besimtarit. I ka ndodhur një e mirë, falenderojnë Allahun, është hajër për të. I ka ndodhur një e keqe, një fatkeqësi, një bela, ai bën durim dhe është mirë për të. Pra, lidhet me besimin, ka duruar për hir të Allahut xhallahu ala, ka duruar duke shpresuar në Allahun xhallahu ala, prandaj edhe është mirë për të. Ndërruar vëllezër, ka një thënie interesante të Omer bin Abdulazizit që flet për vlerën e madhe të durimit. Ka thënë kësaj: nuk ka njeri që Allahu ja ka dhënë një të mirë, të cilën më pastaj ja merr, dhe në vend të saj e vendos durimin, e që durimit mos jetë më i mirë se sa dhuntia që kishte. Dhe argumenton për këtë me fjalën e Allahut: innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Vërtet, ata që durojnë, ata kanë shpërblime të paskajshme. Ndërruar vëllezër, në përmbyllje të këtij takimi ton të parë, që Allahu në los ta bëj këtë seri, këtë rrugtim tonin të bereqetshëm, do dojmë që të përmbledhnim në mënyrë të shkurtuar ato që ne i shpjeguam përgjatë këtyre minutave. Ne pam që kjo këshill e Aliut, Allah qoftë i kënaqur me të, përmbledh në vete 3 gjëra që janë të rëndësishme. E para flet për veprat e zemrës, për shpresën dhe frikën që kanë një rëndësi jetike sa i përket anës shpirtërore. E dyta, në aspektin e dijes, na thirr që ta marrim dijen, ta kërkojmë dijen, por që të bëhemi modest, të kuptojmë se ajo që ne kemi mësuar në raport me dijen që ekziston është shumë pak, dhe e treta që në jetë të dallojmë për durim, sepse durimi na mundson që të jemi më afër Allahut duke i kryer adhurimet, më afër Allahut duke u larguar nga haramet, dhe më afër Allahut duke pajtuar me caktimin e tij.
Allahun e lësë që Allah të në ketë në mbrojtjen e tij dhe deri në takimin ton të radhës qofshe në mirësitë e tij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.